A ke guximin që të thuash të vërtetën apo do sfidën? E vërtet apo sfidë? Filloj me gocat. E vërtet. Pyetje për ty është, a ke përndjekur ndonjëherë ishin? Jo. Nuk kam pasur, jo për gjë. Okej, një pikë për ty. E vërtet apo sfidë? E vërtet, Cila është gafa më e madhe që ke bërë në publik? kam bërtit me zot larg. Duke ndjek një shokun tim. S'kam vënë ai. Pse po e ndiq? Po më kishte marrë çantën një herë dhe po ma hidhta. Një pikë. E vërtet apo sfidë? E vërtet. Do merri tani në telefon një shok në këtë rast edhe ta ftoje në një date, një takim. Nuk kam shok të them të vërtetën. Si farë shok? As shok. Përveç Super shok. personit person. Vërtet apo sfidë të ka ngelur vetë? Sfidë. Okej, sfidë. Kërce për 10 sekonda pa muzikë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bravo. E vërtet apo sfidë? Sfidë. Bëj një kompliment të sikletshëm shokut tënd. Ke formë të bukur veshësh. Faleminderit. E vërtet apo sfidë? Sfidë. Me zë të lartë, unë dua 30 GB në mes të sheshit. Unë du 3 GB. Jemi 3 me 3, por a nuk mendon se i meriton ai, sepse bëri gjëra më të sikletshme? Ose t'i ndani bashk? Normalisht ju dhe mund t'i ndani bashk. Urdhëroni ja ku kemi 30 euro dhe 30 GB nga Super SIM që të vazhdosh sfidat e tjera online. Faleminderit. Faleminderit juve, mirëpafshim. Treguan se nuk kishte frikë as nga e vërteta dhe as nga sfidat dhe me Super SIM sfidat kam shpërblime të vërteta, kështu që shkarkoni aplikacionin dhe mos fitoni 3 GB falas.